A e shifni këto mas meje? Uja është lumë. Me sytë lirë, ku është e kësha është një lumë. Pa dini se në qëtë lumë që në kukës, do me thonë njëna, këto në të gjëka e vonave, të lumë i lumë, janë të ndërtojmë 6 apo 7 hidrocentrale. Të që ki ujë si shifet qëto, me bollaj. Nga këto 6 a 7 hidrocentrale, e dini ju se fitohen miliarda lek. Ose miliona euro në vit. Dhe po nga këto fitime, se si regull, po çdo fitim në çdo qytet, në çdo krahin, në çdo zonë, dikush ku fiton, ose ku ka një pasuri natyrore, shteti apo jo firma private që po fiton nga kjo pasuri natyrore, duhet të investoje, po sa do pak na nuk kena të lip në investim, po të paktën me bon në jodhme, me hek në cikrin me të vogël, sa për me bon jodh, se kena belet, lojmet, kena oreshkën, cërnalevën, zapodin, orgjocin, të pojonit ju bon odha, kena nimqen, ku nimq ka uranium, alo si keni ranë të unë uraniumit, se do të ashbin një këtë nimqen, do të ashkërmëshni, ku ta mirë një e dini, ose një të gjithë në është ata. Gjithsesi, për këtë një miliardave që fitohen për gjekës vonave që tonë kukës, as të një cent, as të një lek nuk një investim në këtë zona, për asë një odhë, që odhë të janë në gjendje katastrofike, duhet tank për me shku në për që të katunet si përmena, edhe janë drejt shpërbojes totalisht këto katunet, vetëm për shkak të odhëve, që janë me pak kilometra, në bele për shembull mund tjetë 4-5 km prej asfaltit për jodhës kryesore, po ashtu edhe Zapodje, Orgjoci, 5-6 km, këtë ka 5-6 km janë, për kaq do me thonë, dihem sot, që këto hidrocentralet kanë vita në 70 vetë, që fiten miliarda e miliona euro, as të një lekbe nuk e kanë dhënë, një lek me investohu, që kukës janë është burim edhe formizim i ekonomisë kryesore të këtë Shqipërisë, edhe është në gjendjen më të mjerueshme edhe më të shkatrueshme të ekonomisë të këtë Shqipërisë, pasi që në kukës veç vjedhet mjelet kukës, mjelet, si po mjelen këtë zonat, edhe ujë bu mjelet, si lopën ku e mjel, basht, edhe as të një gjonë, për i gjonje nuk ipet, as kukësit, as këtë në zonave si shtasha.